Përshëndetje. Çfarë s'kemi ndes? Okej. Përshëndetje. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish bashkarisht me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Jam pranë jush me lajmet më të fundit. Do të flasim për Luizelin, do të flasim për Kiara Titon, por konkretisht dua të ndaloj tek Luizi. Tani, këto inatçorët, xhelozët, në thelbi kanë inat këto lajmet kur i nxjerr unë, por unë gjithmonë dua të jem koherent ndaj një personazhi që unë e kam vlerësuar, e vlerësoj dhe do të vazhdoj ta vlerësoj gjithmonë sepse ka shumë dimensione të mëdha për ta vlerësuar atë personazh, domethënë për ta veçuar si një personazh shumë unik. Flasim konkretisht për Luizin. Big Brother i ka përfunduar, por emocionet që publiku shqiptar i ka kundër drejt Luizit, kundër drejt natyrës së tij, kundër drejt tipit të tij, kundër drejt lojës që bëri Luizi, që bëri revolucion në fakt me Big Brotherin. Tani duhet ta pranojmë që në kohën kur Luizeli ishte personazh i atij edicioni, Big Brotheri filloi që të merr kuptim, sepse deri në atë kohë jam i bindur që asnjë shqiptar nuk e ndiqte fenomenin Big Brother ashtu siç në fakt duheshte ndjekur. Por që në momentin kur Luizeli u bë pjesë e asaj shtëpie, shqiptarët filluan që ta ndjekin formatin Big Brother. Çfarë ndodhi në Big Brother? Luizeli bëri revolucionin që tregoi një strategji, domethënë e nxori fjalën strategji, se më parë personazhet nuk është se kanë patur strategji, domethënë nuk është se kanë patur dinamik, Luizi e bëri strategjinë. Dhe kjo strategjia që Luizi përdori të qenurit vetvetja por dhe lojtar, e bëri publikun shqiptar që ta duan pafund dhe edhe pse ka kohë që ka përfunduar ky Big Brother, domethënë po bën pothuajse 3 vite më, Luizi akoma vazhdon të merr dhurata të majme nga fansat e tij, të cilët nuk e harrojnë në asnjë mënyrë. Faqet më të mëdha të Luizelit, domethënë fanbase-et e hapura, por edhe ato goca të cilat qëndrojnë pas atyre fanbase-eve që bëjnë një punë të jashtëzakonshme, duke bërë editimet më të bukura, duke bërë reklamat më të bukura për Luizelin, kanë përzgjedhur ditën e sotme që të çojnë drejt shtëpisë së Luizit edhe Kiarës një dhuratë që përmban disa vera, disa puro, që domethënë është dhuratë mashkullore për ta respektuar dhe për ta nderuar fenomenin Luiz Eli. Në shenjë respekti, unë e kam thënë gjithmonë, Luizi është një nga personazhet më falenderues në median e showbizit. Luizi e ka ndarë këtë momentin në Instagramin e tij duke shprehur mirënjohjen dhe falënderimin kundërdrejt këtyre femrave dhe zonjave të cilat qëndrojnë pas atyre fanbase-eve. Kjo tregon që vlera e Luizelit është vërtet unike.